O hoxh, s'jam thot muslimane, a mund të agjeroj Zoti të ruajt? Amin, Allah don të mirësi. Mund të agjerosh, çdo njeri është i mirëpritur të agjeroj. Por që të shpërblehesh për agjerimin, nevojitet me e besu Allahun e lartësuar një të vetëm. Me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ta. Me këtë besim, arrin mirësitë e agjerimit. Dhe është shumë e thjeshtë. Mjafton të thuash La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhammedi është i dërguar i tij. Nëse i thua këto fjalë me bindje të plotë, se ka botë tjetër, se ka xhenet, ka xhehenem, arrin mirësitë e agjerimit, që janë të shumta. Një lutje e pranuar, një derë në xhenet, është ar-Rayyan, prej saj hyjnë vetëm agjeruesit, pra prej asaj derë në xhenet. Agjerimi ndërmjetëson për robin ditën e gjykimit. I falen mëkatet pra atij që agjeron muajin e Ramazanit. Kështu që me besim, me besu Allahun e lartësuar, një të vetëm, me adhuru të madhin Zot një të vetëm, me besu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, kështu arrihen mirësitë e agjerimit. A mund të agjerosh? Çdo njeri është i mirëpritur të agjerojë, Zoti ju rujt.